Territori shqiptar për datën 3 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell rreshje të dobëta, shiu kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell për shkak të vranësirave të shpeshta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 3 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:43 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:06 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 4 deri në 11 gradë Celsius. Kukës -1 deri në 5 gradë Celsius. Peshkopi 0 deri në 4 gradë Celsius. Tiranë 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 6 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 6 deri në 11 gradë Celsius. Berat 6 deri në 12 gradë Celsius. Korçë -2 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 12 gradë Celsius. Gjirokastër 4 deri në 10 gradë Celsius. Sarandë 7 deri në 14 gradë Celsius.